Ky organizim ka për qëllim bashkimin e fshatarëve tonë njëherë, po këta të emigrantët të cilët vinë nga jashtë, po edhe nipat, mesat, të gjitha këto e shfrytëzojnë që ta kemë edhe takohen mes vete. Qëllimi është më njohë sa më shumë, sepse siç po shihet mbas situatës që është krijuar tash këtu tek ne, mergimtarët veç vinë një herë në vit pothuajse. Qatë vit ata janë të lumtur dhe festojnë që 3 herë, domethënë secilën herë kemi pas një ta kemë kështu sa më madhështor, sidomos tash hera e tretë ku emigrantët na kanë ndihmuar shumë diaspora, edhe mendimin e diasporës, sepse edhe kjo tu bim pe ka një kosto. Në qatë kosto, neve na kanë ndihmuar mjaft, kemi kriju një fond spontan të kështu, mirë po jënë përgjegjë. Dërsa qëllimi i kësaj është të njihemi më shumë në mes veti, rinia zhvillon gara sportive, kështu që kemi bërë një program sportiv dhe i kemi lajmëruar të gjithë me orar të caktuar. Zhvillojmë gara me të gjitha lamit, po edhe në ato tradicionale, për shembull si tërheqja litare, shahi, pastaj jenë edhe këto tubime tjera, volejbolli, futbolli. E kemi parapo tani të shpërblimet, ku në çato shpërblime po fitohet një kënaqësi e madhe dhe po një stimulim shumë i madh për me marrë pjesë edhe në viteve tjera. Kështu që është me rëndësi, çdo herë po përmirësohet puna që po bëjmë ne, çdo herë po vlerësohet shumë kjo punë, dhe sidomos si vjetë kam rri që të organizohemi shumë më mirë. Ne duke u falendëruar edhe profesoreshës, siç po shihni këtu, e kemi disa pamje, disa punime të fëmijëve artizanale, ka punu prej orës 8 mëngjesit deri deri tash, ka pas interesim shumë të madh, edhe janë fëmijë shumë të lumtur, po edhe nga ajo se njihen mes vetes, se fare s'po njihen, sidomos këta që janë nga jashtë, po edhe këtu nga mrena ka pas atje honën shumë të madhe, sepse po zhvillohet një aktivitet i cili edhe po ka stimulim të gjithë. Çdo herë po kemi suksese më të mëdha, edhe po kemi interesim më të madh, sepse në ato takime po na japin propozime ndryshme. Domethënë aktivitetet të cilat nuk mund të kryejmë ose kemi lënë masdore, ata na udhëzojnë, edhe kështu që fitohet një përshtypje që edhe vitin tjetër të i bojmë ato aktivitetet të cilat s'kemi mujtë me zhvillu. Se kemi caktu datën 2 gushtit, sepse zakonisht data e 2 gushtit po ka ardhjen tek ne. E ma vonë po shkojnë pushime, edhe kështu që po më duket që është shumë e qelluar dhe ka masivitet shumë. Përbes në këtë drejtim kemi mbet shumë mbrapa, ndërsa na s'kemi mbet, po shteti ka mbet shumë mbrapa, nuk ka financuar ashtu siç duhet. Kemi me probleme të mëdha me ujësjellës. Ujësjellës e fara është nuk është në këtë fshat, mandej infrastruktura besa është disi e punume, po shumë e dobët edhe shumë e shkatrume, edhe nuk ka intervenime tjera. Pastaj rryma besa që tash diçka është punu, po prap kemi rrymë me shtyllat vjetra, edhe shumë rrezik. Kështu që kanalizimi besa deri diku është punu, po prap në fshat atë nuk ka, domethënë kanalizim. Po të them të drejtën, edhe kjo e ka shpërngul kushtet, infrastruktura, se tek deri vonë s'ka pas fare infrastrukturë. Pastaj rinia, për shembull, nëse përveç presionit që është bën nga shteti okupues, këta edhe nuk kanë gjetë veten, sepse është një fshat i cili ka mrekullina, domethënë fshat i cili mund të punohet këtu me një bashkë, me një bakti shumë të jesh këtu mund të jetohet. Edhe besa tash e kanë vrejtë edhe disa mërgjimtarë, po çka është interesant, këta vinë edhe mbarojnë shtëpia këtu. Domethënë shumë të interesuar, nëse nuk ja plotësojmë kushtet, ata s'kan vullnet me nejt as në çato shtëpia. Po sidomos në për pushime ka shumë interesant vinë, besa ka edhe që janë kthy. Është interesant që kemi fqin tash, siç themi na jabanxhi. Edhe i blen këto toka tona, se këto toka janë tokat punuese, tokat të cilat ajri sidomos është i pastër. Terreni është i përshtatshëm, edhe shumë kanë blen toka dhe kanë punu villa, kanë punu shtëpia, vinë. Shumica vinë veç vikendeve, po edhe ka që kanë punu shtëpia të përhershme këtu. Toka është shit shumë.
Qërë apeli em është edhe besoj gjithë fshatarëve të mi edhe të gjithë këtyne prindve që kanë metë vetëmi këtu, është që të kthehen këtu. Edhe këtu jetohet një jetë modeste, këtu jetohet mirë. Shumë mirë mund të jetohet. Unë si pensioner tash për individualizoj pak çështjen, jë marrë që me shtëpi këtu midis arave, kom bo bashkë, kom bo blet, kom bo shpez, edhe të gjitha unë e humbi kohën këtu të punu edhe kom fitime. Një penzion, 2 nxjerrën në vetëm me qitos të punu. Fitore më të madhe, e keni këto takimet përbashkë? Po, fitore më të madhe është këtu sepse vetë mu se unë kom qenë edhe me profesion arsimtar, e kom punu disa vite edhe të gjithi kam nxënësa. Edhe tash, kur po thonë që është mësuesi mas 60 vjetës në Prishtinë, kom jetu ma shumë, mu këthy këtu, edhe peshojnë që jetohet këtu. Të temen sot të aktivitetit të ruajmë trashëgimin kulturore. Kemi gjetë diçka që na ka mbet prej gjysheve tona në galerin tonë që ka shpëtu prej stuhisë që kemi kaluar, që s'dua të flas për atë periudhë, se këtu kemi qenë të stacionuar, e është shumë emocionuese kjo situatë sot. Shprehen interesim shumë fëmijë, erdhën të shprehin aktivitetin e tyre me dëshirë dhe me kënaqësi punuam disa orë me ta. Në rastin të njifën, patë fëmijë nga diaspora, fëmijë vendas, fëmijë nga qyteti i Prishtinës. Se është një thënie, ata që i duam, duhet t'ju japim krah të fluturojnë. Rënjet për të qëndruar, për të metë këtu dhe arsyen për të qëndruar. Kjo situatë është shumë e vështirë, kërkon shumë punë. Unë qysh në vitin 87-88, kom marrë punimin e diplomës, zgjidhja urbanistike e fshatrave, se kom mendu në fakultet me jau të rehek vrejtjen se nuk diskutohet kur për urbanizimin e fshatrave. Pa fshatra të urbanizuara nuk kemi qytete të urbanizuara. Sikur fshatrat të ishin të urbanizuara, të kishin infrastruktur, ujësjellës, kanalizim, sipërfaqe të destinuara, të parcelizuara mirë, nuk bëhet degradimi i tokës shoqërore, shkatrimi pyjeve, që e sheh çdo ditë duke u shkatruar me masë të madhe. E folët edhe me kolegun që tash në fshat vinë, ndërtohen vetëm villa. Nuk ka kushte për ata që duan të marrën mirën me blektori ose diçka tjetër. Nuk kanë kushte, nuk ka rrethona, nuk ka zgjidhje të tilla urbanistike, edhe pse unë qysh në vitin 88 kam bo zgjidhjen urbanistike të fshatit, por nuk kam pas rast as me e tregu. Dhe në qoftë se s'kemi mujt deri tani, se krejt ka shku në zhvillimin e Prishtinës, ndërtimin e degradimin e Prishtinës, nuk është kthyt e fshatrat. Tash janë lojrat mesdhetare. Pse mos të ndërtohet një teren sportiv në këtë fshat? Një fushë sportive, një shtëpi kulture, ku këta zhvillojmë këtë aktivitet, jo në këto kushte, kaq të vështirë. Mas pari kemi filluar na me klasen, domethënë me mësuesin tim. Kena filluar mu taku vetëm me klasen. Do vite, 3-4 vite. Dhe më ka ardhur një ide që ta bëjmë të gjithë fshatit, ta bashkojmë këtë fshatin. Busia na bashkon. Kjo organizim është për të bashkuar të gjithë njerëzit, për të njoftuar fëmijët tonë. Po, unë kam iniciuar një rast, ka qenë rruga Prishtinë-Mramor, te Bunori Dukës, e cila ka qenë për 15 vite e blokuar. Ka qenë vetëm një kahore. Po fal banorëve dhe besimit që e kanë pas, kam arrit ta zhbllokoj atë rrugë. Po na jemi duke bashkëpunuar në çfarë drejtim që të rit që vinë pasardhësit tonë ta vazhdojnë këtë rrugtim dhe të gjithë ata të rit të shkollohen, të bëhen mjek. Po si jo, domethënë kjo busia na bashkon është se shumë për gjys 50% gjenden në Prishtinë ose në Mergem ose e shumë u boshatis fshati për shkak se ka rrugën të prishra, s'ka ujësjellë, s'ka kanalizim e shumë sene tjera.